fort mjaftueshëm për të lënë pas dhe i mençur mjaftueshëm për të pritur atë që meriton. Në rrugën e jetës, çdo njeri ndeshet me momente kur duhet të marrë vendime të vështira. Ndonjëherë, ajo që e mendonim si forcën tonë më të madhe, bëhet bara që na ngarkon shpirtin dhe e ngadalson ecjen tonë përpara. Në këto çaste, të qenit i fortë do të thotë të dish të lëshosh duart nga ato lidhje që nuk të bëjnë mirë më, edhe pse mund të jenë të njohura dhe të afërta. Nuk është dobësi të thuash mjaft, por është një akt guximi dhe vetvlerësimi. Në fakt, forca e vërtet është të ndash atë që të ngarkon dhe të lirësohesh nga peshat që të shtrëngojnë. Por forca vetëm nuk mjafton. Në botën ku gjithçka kërkon rezultat të shpejtë dhe përgjigje të menjëhershme, mençuria për të pritur është një dhuratë e rrallë. Të dish të presësh me durim është të besosh se ajo që meriton nuk do të vijë në një çast të ngutshëm, por në kohën e duhur, kur je gati ta marrësh dhe ta vlerësosh në mënyrën më të mirë. Nuk duhet të kënaqesh me gjysmëzgjidhje, me gjëra që të lënë të ndjehesh bosh apo të pakënaqur. Durimi është shenjë vetdijes për vlerën tënde dhe dëshirës për atë që është më e mira për ty. Ekuilibri midis forcës për të lënë dhe mençurisë për të pritur është ajo që ndihmon shpirtin të gjejë paqen e brendshme. Kur lë pas situatat, njerëzit apo zakonet që të dëmtojnë, ti fiton lirinë për të ndërtuar një rrugë më të bukur dhe më të vërtet për veten. Kur pret me besim dhe durim, krijon hapësirë që të mira të reja të hyjnë në jetën tënde, në kohën e duhur dhe në formën më të përshtatshme. Është shumë e rëndësishme të kujtosh se largimi nuk është gjithmonë humbje, dhe pritja nuk është gjithmonë pasivitet. Të dyja janë aktet më të mëdha të vetdijes dhe dashurisë për veten. Të largohesh nga ajo që të pengon dhe të presësh për atë që të përket vërtet, është rruga drejt lumturisë së qëndrueshme dhe paqes së shpirtit. Thënie. Bëhu i fortë për të lënë atë që nuk të bën mirë dhe i mençur për të pritur atë që të meriton. Mbyllje kapitulli. Në fund të çdo betejë të brendshme, mëso të jesh krenar për vendimet që merr. Mos u trem të largohesh nga ajo që të shkatëron, sepse çdo largim është hap drejt forcës tënde të brendshme. Dhe mos ngut të kërkosh atë që dëshiron, sepse çdo gjë e madhe kërkon kohë dhe përgatitje. Forca dhe mençuria janë bashkëudhëtarët më të mirë në rrugën tënde, që të çojnë drejt një jete ku ti je i lirë, i vlerësuar dhe i plotësuar. Bëhu i fortë dhe durimtar, sepse ajo që të meriton do të vijë pikërisht kur ti të jesh gati ta marrësh me gjithë zemrën dhe shpirtin tënd.